madhështor se ky më. Ku mund të ketë stratë më të madhe se ky koalicion? A kuptoti dhe prandaj po them që Berisha me këtë që i bëri, që domethënë i degeneroi, tamam i degeneroi, fjala e saktë është degeneroi gjithë ato deputet që u futën për të marrë vota në primare dhe i nxorri jashtë dhe pastaj koalicioni që ka me këta, vetmja vlerë aty në atë koalicion është, siç thash, Kujtim Gjuzi, edhe ky i pensioniste. E ke seriozisht apo me ironi këtë? Jo, valla kam seriozisht, është aset i madh Kujtim Gjuzi. Është aset i madh politikën shqiptare, por këto s'din vlerësojnë vlerat që ka Kujtim Gjuzi, sepse është një zë që ku ke një dytë si ai, një konservator britanik si ai. Kuptova, kemi ironi. Po çfarë themi? Po pse? Ke lut mendje do më marr seriozisht këtë? Jo, unë s'dua të prenoncojmë, publiku e di vetë, votuesi e di vetë. Problemi është që me gjitha këto unë besoj që Berisha ka humbë vota dhe më shumë. Sepse njerëzit e panë. Plus që këta që u shkëputën, për shembull në Nisha në Elbasan, Sula. Zoti Sula, po. Zoti Sula do t'i heqi vota PD-s. Në Kavaj, po e njëjta gjë. Ata që fitun Kavaj kanë shu fjalë Kavajës që Berishës që s'na kemo neve, dham bashkin, dham këtë. Domethënë ky e ka të qartë që ky nuk fiton dhe tash ky po rrethon atë kështjellën e vet, me gjithë ushtarët Haxhi Berishan. Edhe shifit gjithë që ke. A është parti kjo? A mund të ketë shpresë kjo? Absolutisht jo. Në anën tjetër, kjo është shumë e dëmshme dhe për zhvillimin e mëtejshëm shtetit drejtës dhe demokracisë Shqipëri. Shqipëria sot nuk ka opozitë, zotëri. Në Malia, për ta mbyllur, partitë e reja si i shikon? Lapaj, Nisma Thurje, ka një bashkëpunim, Djatha Sipin 112 e përmend e pak, Zoti Basha ka koalicionin Euro-Atlantik, kemi pastaj Agron Shehaj, një biznesmen që ka qenë deputeti PD-s, me partinë Mundësia, pra kemi shumë parti të reja, të cilat Arlind Qorri... Arlindi nuk bëhet me këto, po do ishte mirë që të krijohet pakten me gjitha këto. Arlindi se besoj që shkon si do që të vi puna, edhe unë më shumë se gjithë respektoj Arlindin, e kam thënë shpesh, sepse është i drejt për drejt, është i sinqert, beson atë që beson, që unë nuk pajtohem me atë që beson ai, por është i besueshëm dhe mund të ketë një elektorat që janë nga e kaluara, pensionista që kanë ato nostalgjit për komunizmin e kontedion. Problemi i këtyre tjerëve është që Lapaj dhe Shabani mendoj që mund të marrin 3-4 vota, mendoj që do të dali dashej sepse po ta vëmë re me kujdes, ka një konsistencë, konsekuencë, ka një artikulim që e bën dhe simpatik për Tiranën, me atë tirancën e tij, nuk është i përfolur për korrupsion, jeton në një shtëpi të Enver Hoxhës akoma, kur e ka marrë para 90-s. Mendoj do t'ishte mirë, që t'ishte edhe Agron Duka, Partia Agrare, sepse Partia Agrare... është në listat e PD-s. është listat sigurt. Do t'ishte mirë, t'ishte këtej... Mos ishte në koalicion. Po, t'ishte me këto, t'ishte fut me këto koalicionet e tjera, dhe ta futsin në listë, sepse ka një shtrirje të gjerë, ka kaq vjet në politik, dhe ajo që është e rëndësishme është që Agron Duka dha shembullin se si të vjetrit që janë bë në veri duhet largohen nga politika. Domethënë, dhe Agron Duka nuk ka pas nevojë, ka kontribuar me ato kontribute që ka, me gabime që mund të ketë, por nuk është politikan që ka kriju në veri siç janë këta, duke fillu që me Fatmir Mediun, me Dulen, që është një turp i madh që Dulja tallë me nderin për 32 vjetës me politikën shqiptare, me shqiptarët, dhe e merr prap ky në koalicion, ky sovranist dhe ky nacionalist i madh dhe ky konservator i madh Berisha, që do t'i marrë meritat edhe Agim Gjuzit, Kujtim Gjuzit. Pastaj kemi partinë e Idrizit, partinë e Çamëve, kuptosh koalicion, to që kërkojnë drejtat për Çamët, me ato që kanë shovinizmin grek, me Belerin e me gjithë me këto, dhe
Si një njeri normal, them, si mundet. Ky koalicion nuk ka bosht. Nuk ka bosht. Domethënë është një mbledhje e qametit. Mirë, erdhëm në fund të kësaj interviste. Demalia